katru 50% vota. Ja ka marrë me gjithë to. Tash nuk po i duhet, edhe po dënë me konë vetëm një. Dhe ajo, në moment caktum, i ka marrë do veprime, po që, sidomos në politikën e jashtme, që ideologjikisht nuk jem bash në koherencë me Kurtin, burdi i paqes, një farë retorike tepër pak më ndryshe se Kurti, dhe u pa në ato përkime. Kjo nuk vjen prej shkollës të vetëvendosjes, e vjen prej shkollës të LDK-s që ka qenë. Dhe më thonë, është një kodër që është kriju në kohën e Fatmir Sejdeut, Isa Mostafës, dhe më thonë, aktiviteti i saj, është me gjithat në mendësi, dhe gjysh vetëvendosja gjithmonë e ka pasi me shtegur, po që ju ka shërbyje. Dhe s'kam pas më nevojë për shërbimet të saj, që kjo është arsyeja. Por, në një të ardhme, e sidomos nëse Vjosa kthehet LDK, nëse Vjosa shumë e popularizuar si duket edhe tek LDK-ja, nëse Vjosa bëhet kryetare e LDK-s, Kurti çat koalicion e ëndrron prapë një koalicion, VV-LDK, po me Vjosën kryetare të LDK-s. Jo si presidente. A ka shans Vjosa më kthy? Po flitet po, unë peshoh një entuziazëm të këta të LDK-s që të shumë prej LDK-s. A kthe vota tash, atë në 7 vjetë? Vallaj nuk e di, të këshyrëm. Por Vjosa shihet që ka një popularitet madh te një pjesë e madhe. Ja ka nisë për qytet po shkon? Ja ka nisë. A po shkon me bo fushat, a mi faleminderu? Me i buqet lule. 5 vjetë presidente së shku kur, ka mujtë në shku. Në zonjën ka ata, s'ka mujtë 28, qëta 28? Për çka do që shkon mirë po bën që po shkon, është mirë kur liderët e partive i vizitojnë qytetarët, është mirë që po shkon. Tash, a krijon një parti, a vjen në LDK, në udhëheqjet LDK-s, është kalkulimi saj matematikor, LDK-ja letemat, dhe më thonë qysh e ka pos borset listës, kandidate për kryeministër, ja kalëshu LDK në tash dera e hapër se ka e djath, nëse LDK e shetë që ashtu, ku me ditë, gjithmonë do të me konë pozitiv për ideët e reja që njerëzit i kanë. Pra do të edhe shoqënia me pas një lloj pozitiviteti, ndoshta një kombinim i ri, Vjos, Lumer, ndoshta e ngrit lidhjen demokratike e Kosovës dhe ofron një vizion të ri për Kosovën, ndoshta çfarë di. E mo kthy Vjosa në LDK. Ajo vjen nxehtë na ikon në LDK atje. Po do prononcime i kanë që ka pak nësi do njerëz sepse ti e konë kandidate jonja për kryeministër, shkove atje. Na i more që ta votos atje, fole kesh për neve. E po është një deputete kështon të në studime si e konë, tash po kthehësh. Studime së konë. Po është çështje tyneve. Do të thonë, ata mujnë me te i kalu, dallimet, mujnë, do të thonë është çështje, po tham edhe një herë, nëse afrohen dhe bashkojnë forsat dhe me të vërtet ndërtojnë urat besimit që nuk jarrënojnë njëri tjetrit, është mirë për vendin, gjithmonë. E jo vetëm se po flasëm shumë për një parti, po në çdo parti tjetër, edhe PDK-ja ka pas shumë kuadra që nuk janë më pjesë e PDK-s, edhe në aleancë, domethënë gjithçka kur çdo ide që i afron njerëz, që i kthen njerëz edhe hartojnë oferta më të mira për qytetarin dhe i krijojnë opsione më të mira qytetarit për një jetë më të mirë, gjithmonë do të me përshëndet. Dhe rezultati del ku del. Që tu mu ka bo bas me dit, shka i ka thot Trump i Vjosës në veshti, shka? Të Vjosën dhe të kallëzën. Aja vishtë të kallë? Ajo ishte një shkallësi e Vjosës, këshire. Në politik nuk t'japën gjithmonë shansat për me qunë një mesazh. Dhe me thonë, unë jam dër ata që konsideroj tepër pozitive që Kosova është pjesë e bordit paqes, kurse veprimin e Vjosës që në atë moment kur e shfrytëzon shansën për me i dërgu një mesazh për Kosovën, për të ardhmen e Kosovës, është shkallësi e një lideri politik. Dhe me thonë, ajo është një shkallësi e saj. Çka do që të ketë thonë, besoj që ka qenë në funksion të avancimit të Kosovës edhe një veprim tepër i mençur. Edhe i tha, kusht mucë, therën telefon. Gjithmonë kanë thonë Amerikanë. Ajo dul që ka thonë, do më thonë, u bo shumë publike kjo thonja e Trumpit, fajti ka dërgu ushtartin, du të arruë kufinin ditë për ditë. Atë thërt janë.
që gjithë president e Amerikës, sidomos do të thonë Trump, po edhe Biden, që ka njoftë mas mirë të temën edhe Ballkanit, gjithmonë e kanë pas një afërsi të jashtëzakonshme me Kosovën dhe pak a shumë këtë çështje e kanë pas, kurdo që ka problem Kosova ne jemi aty. Para menoj tash tu nu me prindonin, tash të e thirë Trumpin telefon, pa mu të prindonin. Qysh është e punën e kësaj qeverie? Në cilën sektor u punu ma shumë? Ose ka stagnim ma shumë? Përveç unë nuk shoh sektor që kemi jetë shumë përpara. Nuk di cili sektor, për shembull, ne kemi pas 2 vjet sanksione. Ne kemi pas, nuk mu me thonë, nuk besoj që dikush mundet mu me argumentu që do që situatën ashtë me ke matë mirë. Nuk mundet dikush me më thonë që në shëndesi unë kam pa që reportet që ku kësë që na avancu, që jenë ble pajisje të reja, po jenë bo disa pune, po nuk mu me thonë që shëndesin e kemë shumë ma mirë. FSK-ja jenë ble armë të reja, do me thonë është rritë bugjeti, por është jenë ble do armë të reja, po sidomos në sektorin e sigurisë me shumë punë që duhet më u kry. Tash nëse e këshyrë partneritetin me NATO-n, ne kemi pas faza dhe tromba, faza dhe krize edhe faza të rrezikshme. Për një kohë na kanë pas përjashtu krejt prej Defender. Po, Kosova vazhdon të jetë projekt strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mirë po, ke parasysh se ne kemi do marrëveshje ndërkombëtare. Dhe në ato marrëveshje ndërkombëtare të gjitha aleatët tonë që kërkojnë që ne të implementojmë ato. Dhe herët avon, ne nuk mitësia me ta nuk e përjashton obligimin tonë. Dhe me thonë, kemi marrë obligime, duhet me u implementu. Për momentin, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian, kanë tema shumë urgjente. Se sa temat e Ballkanit, ku me gjitha ta temat në Ballkanin perëndimor për momentin është qetësi, nuk ka situata krize, mirë për nuk mund është me ikti, mund është me shtyt 3 mujtjet, mund është me shtyt 3 vjet, por obligimet që i kemi marrë si shtet, nga përfaqësues të zgjedhur, nga populli i Kosovës, është problematike në një shtet si Kosova me u ikë. Nuk kom pa shumë zhvillim, rrugë nuk ka rrugë të reja, autostradat nuk janë të mirëmbajtur që shdohet. Është fillu rruga Prishtinë-Podije në vitin 2022, hala nuk është kryu, është fillu 1 orë, 100 metra, hala nuk është kryu. Nëse shkon në Gjako, prej Klinës në Dolc, njerëz po vdesin për shkak se tu punu vazhdimisht dhe tu punu nga dalë po ndrojnë edhe rregullat e trafikut. As shaja ka e nuk ka. Jo nuk ka se po i ndrojnë. Qytetarit tanë që nuk i sheh. Sot çka është rrugë një kashe, nesër nuk është, sepse po fillojnë ndryshon. Është, muj me thonë, me këtë ritëm edhe me vitet tona, nuk në bëhen të rrugë që i kanë sa 20-30 kilometra. Më thonë, na kem degradim në aftësinë e shtetit me menaxhu projektet zhvillimore. Pastaj, rryma. Këtë botë apo shtijet që lufta në botë kanë më bo për rrymë edhe për naftë. Kjo e ka anullu Kosovën, atë Kosovën C, me kompaninë amerikane, që në 2025 në ka pas me në dhonë 500 megawatt. Ani mire ka anullu. Se e kanë bo këta, sokoni favërshëm, që 6 vjetë, që ka ke botë? Zgjedhe? Po, ani mirë, bëne diçka as një sen. Jo, bre. Po, ka bo diçka. I ka ndo paret, na e ka rritë çmimin e rrymës 3 herë, 4 herë, edhe kemi ble tash, kena me ble vazhdimisht qysh është çmimi në bursë, kemi me ble në periudhave to. E ka ekspozu pavarësinë tonë ekonomike tepër që kur nuk ka rrymë në bursë, mos me pas rrymë heq, nëse ne ditin një krizë potenciale të mundshme sepse luftra po ndodhin të na. Edhe kur a lirë, nuk a lirë. Kur s'është lirë për neve, kur është në bursë. A këtu kemi mujtë me pas shumë ma lirë, si kur te këshëm prodhu vetë. Tek e fundit, e këshëm pas sigurt që rrymë kjetë gjithmonë. Jo bojmë na me erë, jo bojmë na solare. Qa ke bo që 6 vjetë? Mos harro kurti është, qëta është, po mdo këtë e kalën